Përshëndetje mirë mrama, ku do që jeni, lusim Zotin të jeni shëndosh e mirë ju bashkë me familjet e juja. E premtja me Halilin, sot diçka pak më ndryshe. Do startojmë emisionin e sot shumë duke i pa punimet tona në për vendet të ndryshme. Po startojmë me qytetin e Prizrenit. Në Prizren neve kemi nis një lagje të shtëpive, ku do të gëzohen shumë familje nevojtare, janë 50 shtëpi, 35 në këtë lagje dhe 15 në për trullet ku i kanë vetë familjarët. E ne po shofim kanë nis punimet, qysh janë të shku, këto janë pamjet për ndjekim bashkë. Unë e lutë Zotin me ishpërbly gjithë ata që janë sebep, e që do të busqeshin të familje, që do t'ju dhurohet qelsi i shtëpi sëri. Në Prizren nuk është vetëm ky projekt, një mega projekt tjetër, edhe me të vërtet akoma duke u ndërtu, veç është 2 katë nër tokë, ka dalë mi tokë, tani kati i dytë mi tokë, pamje duke u ndërtu, t'jepin emocione, kjo është storja e projektin Prizren.
Ne e lusim Zotin të kem ymër e shëndet, e të realizojmë projekte. Një ditë, insani do i mbyllë sët. Po lumja e njeri që lën një vepër të mirë, mu kujtu edhe pas dekës, jenë me të vërtet punë të mëdha që po i realizoni ju nga kafshata dhe djersa juj, që një kohë gjatë do të kujtohemi për veprat që i kemi lënë atë ditë kur na nuk do të jemi më në këtë botë. Këto ishin projektet e shoqatës duke u realizuar në Prizren. Kemi projekte tjera që janë duke u punu, megjithatë dhe i jepim pastorjes që është gëzu një familje në komunën e Tetovës, po i kthehemi ritmit të dhurimit të shtëpive. Në Tetovë, një familje është gëzu me shtëpi të re, e shohim historien, pastaj i rikthehemi prap këtu, në studio për t'i dhënë aktivitetet, ndërtimet, punimet që janë duke u bë në komunën e Soharekës. Kjo është historia e familjes nga komuna e Tetovës. Përshëndetje, po paraqitemi nga Tetova, sot kemi ardhur me dorëzu çelësat e shtëpisë tre familjes Xhemel Rushitit. Xhemel, urdhna. Faleminderit shumë nga ana jote, Zoti u dha shkët më herët në jetë. I falenderoj për ato që krejt që ke marrë pjesë. Zoti këtë më herët në jetë valla. Inshallah. Hajde. Faleminderit. Fshati Kamjan, Xhemel Rushiti, 5 anëtar. Në jetë vështirë, si them. Po, një më përbohet diçka përveç për ta përmbajtur familjen kështu me ushtim me gjë, sa bosh. Po, vështirë ama dalin në farfe. Fëmijët shkojnë në shkollë? Po, të tre. Të tre. Po. E kjo këtu kujt është? Kjo e më gjustja. Kjo E ti? Dhana, po. Ti a ki shpitat? Shpej, jo. Atë një më kush me një gjë? Jo, më shumë vetë, që punojmë me qëto ushtjena, se kështu jo. E për çka ki nevojë më shumë? Po, nevoj ka më shumë të kejem një shpejen tem. Si thonë një fjali, siguronën e fëmijët, sa jo problemi më i madh. Pse? Po, to pa problem për ta shembull me ro 500 euro shembull. Jetush vetë pjesën e të bush diçka është pa moshë. Ta kalçu pa qira, migje. Po, pa qira. Dhe të regoj që ajo gjë e vërtet, po, pa qira. Se dali shembull me 500 euro rrot, dali shembull që si dalin, kaj mundësit më të mire shembull në banes të gjës, nuk mund ishte ti mbrash të gjë, ma ato kushtet, ma ato rrot, ma ato cenda. Okej, Xhemel, na këna armë ta një shpi. Faleminderit Na shumë, këta bëjmë shpi njërë. faleminderit shumë, Zoti ju bash këtë majrët. Amin. Edhe ty Zotë të forcoft. Amin. Përhaj. Faleminderit shumë. Përhaj. Allah va kjefshin, të kam këtë majrët, Zoti u rrugë të këtë. Egzofshi. Kjo është Faleminderit se shumë. vite edhe kjo familje përbohet me shpitarin komunën e Tetovës, fshatin Kamjan. Zotë kërmësion. Xhemel, ndryshim i madh thash, ku ke jetu këtu? Po, shumë ndryshim i madh. Se atje ku kemi jetu ne, ka qenë shpeje e Menqës. Di shpejën tonë nuk kemi patë. Normal s'kemi patën e mundësi t'i bëjmë. So është vështirë shembull me një rogë shembull t'i bësh të gjana këto.
Kjo shpejo, si të thomë, ashtë që komendau dhe njerë njëtë se dhe kejem shpentja. Edhe dhe kejem një kullë për fëmejet, apo... Sa ka ndryshu jetën e juj, Gjemil? Jetën e ka ndryshu, mund të them, shumë. Shumë, të kejesh diçka të tënde e mos të kejesh nuk o një loj, shumë. Ama mas pari ku falemendrojnë e juve. Se ju më shikon ju nuk të bëj asgjë gjë. Se nuk kisha unë e vetë, për të bërë diçka duhet të kesh krah diçka. A unë atë gjëja nuk i kisha, ju falemendrojnë ju, Zoti të vadash këtë majrat në jetë. Për ato që i kom ju, kom falemendroj nga zemra, që jenë më ndohë, kanë dhonë atë maksimumin. Zoti vadash këtë majrat në jetë. Po Ilona me pamjet e shtëpisë 3, listat e donatorëve për ndërtimin e kësaj shtëpie do t'i gjenin në rrjetet tona sociale. Pa mirë se Zoti kurrë mos ju hund. Gjemil, urime shtëpie. Faleminderit shumë, Zoti këtë majrat vadash inshallah. Familja gëzov shtëpi, nuk gëzovshit të gjithë ju që jeni bo shkaktar për më bo kjo familje me shtëpi të re. Po vazhdojmë emisionin ashtu si që edhe ju thash, pamjet nga punimet që jenë duke u zhvillu në komunën e Suharekës. Jenë projekte që po i realizën shoqata e jonë. Njëra ndërto është qendra zjarfikësve këtu në Suharek. Jem vetëdijshëm që komuna e Suharekës shpesh herë përballet me vërshime edhe zjarre, andaj ka qenë kërkesë e komunës që të ndërtohet kjo qendër e zjarfikësve dhe neve kemi hyrë në bashkëpunim, kemi bërë memorandum bashkëpunimi me komunën e Suharekës. Po i sjellim pamjet e ndërtimit të kësaj qendre. Si vjetë do t'inaugurohet dhe do t'i dhurohet zjarfikësve, pra
është projekt që realizon Jetimat e Ballkanit bashkë me komunën e Suarejkës edhe i dorëzohet zjarfikësve në menaxhim. Një tjetër mega projektu në komunën e Suarejkës dhe është pronë e shoqatës sonë edhe që është duke u punu vazhdimisht, ka përfundu thertoria, është duke ju ngjitur një pjesë tjetër, është shtalla për 250 karrerë që ka marrë një pamje jashtëzakonisht të mirë, është bo si qendër industriale vendi, ku komuna Suarejkës ka nda 10 hektar tokë për Jetimat e Ballkanit, edhe neve po e zhvillojmë këtë projekt. Ju kemi thonë, është vakëf, është pronë e shoqatës që do t'jetë çdo të hyrë prej saj, do të bosqeshin shumë familje, pra kërejt hyrat, fitimet që do të bëhen nga ky projekt shkojnë për bamirësi. Është pronë e shoqatës, është vakëf. E neve po i ndjekim pamjet e këtij mega projekti. E prej këtu, shumë shpejt, inaugurohet një mega projekt tjetër i joni, ka përfundu, ka marrë pamjen, është duke u bo projekti mobilizimit, mobilu këj projekt. Është mega projekti i joni, që do t'inaugurohet shumë shpejt në komunën e Podujevës, këtu e në pamjet.
Të dashërit e mi, janë 100 të moshuar që frekuentojnë qëndrimin ditor në Vushtri, po ashtu i njëjti numër edhe që frekuentojnë qëndrimin ditor në Gjilan. I njëjti numër do tjetë edhe këtu në qytetin e Podujevës. Përveç plegjve të moshuarve, në këto qendra jenë aktive edhe kuzhinat tona humanitare, si në Vushtri, si në Gjilan, ashtu do tjetë edhe në Podujevë. Mega projekte që thash edhe më herët, do t'i jesin këti vendi edhe ku do të gjejnë shërbim edhe ndihmë shumë kategori të njerëzve e sidomos të moshuarit. Tani kemi një historie nga komuna e Vitis. Po shkojmë Viti të një familje, po mësojmë rreth jetesës së saj. Unë jam Gjëri Smoli, jam shati vërnik, traum në Viti, jetej me 10.000 grunë edhe nëma. Kështë me përnu, kështë më të që po përnaj, aje bona që se po si bona. Kapok me unë edhe ama që për shpi, ju. Shpi, beshi, pi, këta jek rak një rak aty, jek një rak të këtë lukë, për dhe të lukë jenash. Kësa është i beshi. Tas me një shkollë janë, me përnu e gjë, për në hongë e gjë një s'po jek. Se edhe pra bine, edhe punë bine e gjë, datë. Qëtu, për shpi jam shumë këtë. Këtë mëkt, që shëri soba, këtë mëkt i kam, atë ma. Qëto, dy më përnja gjë, dyja se, qëto, që fija. Ka që shqit jetesaj, ka ma mire, ka ma sen, qështë mujmi qështu, shumë e ba. Sa për një kaj bo, ka pak, ja për vind, ja për asen, dhe se jam, për shpi, nuk o fija kur heq. Që e 30.000, mo të 30.000, kjo më gati urzu që 50 kusur vjeto. Me pa vladin që shto, keq më konë me pa mirë, nërysho, se më përna jam e kamaru, mo e sa ku mërë në sërnaj. A mo qëta bilit i kisha pas ranë, mirë se kisha pas garit. Shumë e ba. A i bëllë gjëna për thmive, sa petë për vete, hajtë njerë, ty, doran njerë, jam o thmija gjëna në shkollë, po thëjnë që është këtë shpje në rejnë në të vete. Në është të ndysht ka s'kimi ble, oj ma mblema që ta hajtë se masani, hajtë se nesër, hajtë se bëhët mirë, sa të mumi, i kina asin në për shkollë, në për sejnë, kur kanë pas në për fejst, asë mi kom qunë në ashtë. Po mësusja javë ka kry kejt, ka thonë, s'ki nevej për kur gjë, do sejnë ja i e këmi na, qështo. Ma shumë të shpija. Kur gjë tjetër, për në ngrapet njeri, si, ja banë të qysha, ma shumë të shpija. Për të mirë, se për vetë, ja petë, bëngët në i fermë, pret mirë, s'ka kërko. Shka me bëhë, sa të më në qështo. Qëfar të isha më kanë prunë shohë që qështë më kanë prunë, kush ka mujtë më ka prunë. Mi plesën i s'kom plekë korë, ama ma shumë të me shohë që janë mirë në mu. A ki nevoj për të isha i kom thonë për të thejnë, në më kanë asja dhe shohë.
Po, 2 në shkollë kam, sabat 7 mëngjes janë. 2 që tash t'i qaj një asauti qaj, do t'mi që qikën apo djallin. Qikën e kam para shkollu, gjallin klas 2. Shki bo, po shka me bo. Që da caktu zoti. Me përnu, ka pak që të vejës, që bola ka pak që e punoj. Se bas mund tonë e lishë së bënej se me shnejt. E një që me përnu e një me bola kësi po, a më punë tona. Nuk mëj. Dimi që të vaj, që në pështu e një të më përvijin me i ka një borë para shtorës. E di, ka një që që një për më përgjirën të përduash. Dojnë më manë dorë, se ka pak që so, po dimi që so një, ka 4, ka 5, ka 10. A më me thonë që bërë të jo. Bërë një opë, ka një opë që së këshamë. A vesë, apet gjithka me honë e pi, po a mund. Me pas njën qërë ma më njështë kësë tonë jo, o në basë jështë. Pa e më zhjitën, më zhjitën, po këne dalë e që rritë një ide, këne ide, kësë më zhjitën së frishtë edhe. Da rike edhe që se më patë një, sa ka baba gjithë se kështë. Po e unë baba është për krejt që to, që kjo shpi mas pare, kur s'po kanë njerës mija me lypë që ashtu, shë me bënë të ashti, së kur s'mija huj s'kanë. Në të thashën, qëta më kanë tira ataj të një për veti, se kam gale, se ku mërnu sërnaj. Po në tëeshte që shtu me metë, mos e kam gale, a mos që ta thme. Shka me pa. Kusht mundet, kusht ka përra me du me thonë, me se mi ba mirë dikujna, se për veti me pas dishka mirë i baj dikujna. Inshallah më rrinë edhe të këtina, për mi ba dikujna. Me në 8.000, me pa me hekë të minja që është unë s'ka ma keqë. Kështë për në zimë në më këspi, Allah e Zotit është për bejës. Florim Ismaili, me të vërtet pamjet flasin vetë gjendje. Ku i kanë gjetë stafi jonë, që shi kanë gjetë forma, mënyra jetis. Me gjithat për të mësumë tepër, neve kemi ftu Florimin bashkë me familjen e ti këtu. Na i dëshirojmë mirë së ardhi. Hajde, Florim. Selam alaikum. Aleikum salam, mirë se keni ardhë. Mirë se keni ardhë. Florim, ullu qëtu, te e para. Ulli ati. Qësh je? Mirë. A më nërtë, largë pak. Po, pak lërë, po mirës. Kush ju pruni? Në pruni qaj këshia. Qaj prezant që është. Ani herbëmt. Na i pam do pamje qysh po jeton, që sa ko je qëtu? Tu jam moti këtu, kom lindë me. Që aty ke lindë? Sa fmi, 6.000 the? 6.000, no, e lua. Nëm veta kretë. Në lodi kam, në veta. A punën në i sen, Florim? Po, punoj vejës, a di me bola me qëtë sanë, drumë. Me shka? Me bola, a di, ma këse, kështë më thujë borive. A, me... A bore, si dore, po. a bore. Ah. Drumë, me drumë ku përnu ma herët,
6 vjetë ku ngarkim, shkarkim, dhe për mali. E tash? Tash përnoj e për me bona, mo... Ta je dy gosh për pagun, edhe për banojnë parat. Edhe s'po jovim pas që shduhet. Qysh jetu, me shka? Unë jetoj me Siqali. Siqali unë dhe shtije sa s'mije. Apo mund mi dal në fund? Po me hangur me pi po, ma për shpi, jo. Baguj rrëm, baguj... Kështu uja sene, pa vje po shumë baguj, se jam me Siqali, a rrëmin pa qare, po zhët me baguj. Rrëmin pa qare, se kam... Për pora s'ka baguj, ishën Siqali, se i ka morë për këtë Turkija që i morë, këtë ato ka ndeshme baguj, këtë ka pak. Sa ke fëmin më të madhë? Fëmin më të madhë i kam 17. Djala që? Djallës. Apo mund më të një mund ka pak, më të një? Pak bori, po. Ala i ri është, ala i mytës, se s'paranojnë. Apo shkojnë në shkollë? Po, shko këj më i jo, e ka ndërprej. Se? E ka ndërprej, si ka jesë, po s'më dhe s'ka mirë, po e gjithë edhe ti mërzinë, ka ku me gjithë. A këta qyre po, qyre të kanë. Në që shpi tha me nanën, vlazën a ki? Po e ka la një dha. Që aty ngatë? Ja, ajo, po, që aty ngatë është, ajo, shpia mu është e lajtë. Emri ju i zoj? Fatushe Ismaili. Fatushe? Po. Fatushe, pa më shumë të mërzit në emision aty. Po. Qështë kena mujtja, kena mërri me thmi, me një social, me shtesa, me hongër apet njëri, i dhe sikë. Sikë për me hongër, na bërë në i kush, në i sa, qështë. A ka në i kush ju rrinë gati gjdo muj me ju prunë dishka? Na bimë, Po, na kanë prunë. na kanë prunë, në Ramazan, na kanë prunë faleminderit për ative, në Bajram na kanë prunë, sa kanë mund. Për me shpi s'mu në të kërkosh. A keni lip ndim në i kunë për shpia, e në shku në Në komunë? komunë këmë rritë punë, po më ka morë emën, kam përmëtu, po jo. Unë këmë rritë. E në shku mu registru për shpi, me tha kam nevoj për shpi. Për shpia s'më se parë. Për shpia, për punë po, për punë, të janë të jam konë, këmë rritë punë. A mani më që keni me bo shpi? Korreq. Ja për jo, I kom mjek më shpresat krejt. Se? Po mu në të kërkosh me nani, mu që shtoj, i kom mjek më. Jam largu pikejtve, shka me bo. Flamor, që me thonë? Që po pret me thonë? Se dini na atë jo, e dene. Unë pe di, edhe ju pe dini, po bohi me shpi 3. Përhaj. Aj, pa, salamu të një familje. Amen, përhaj. E të faleminderit, inshallah Zotë, shka ma mirja vetë. E ke prit vesh? A ke prit pak që ti? Pak, e kom përsi pak. E ke përsil pak? Po, e kom përsi. Edhe kur erdhen me thonë ki me arë këtu? Po, kom përsi se e përsi, këtë e kom përsi që 17 vjetë. E përsi që... Që 17 vjetë me përsil, aktivitetet tonë, 17 vjetë punë. Mu po mbje shumë mirë që po bohi me shpi 3. Me të vërtet, pa mjetë, po na prejkin edhe neve në zemër. E na falendrojmë Zotin që jem një urë lidhëse mes juve donator edhe këtyre familjeve. Qëto pamje do të largohen një herë për gjithmonë. Edhe fëmija kanë me i pas kushtet pak ma mirë. Edhe na do të bojmë një dhomë shtesë për nonën, jo si shpijat standard, po edhe një dhomë pak më të. Vjetë, Allah i shërbjet. Allah i shërbjet edhe ato donatorët kusht ka mëntu me bakët, Allah i arrit familjen, inshallah Zoti i këtë dinjo edhe nga dinjo ajet.
Amen, unë po shon publik dikush po qanë atje ai që i ka prun. Ai që ju ka prun këtu në studio po qanë. Përshëndetim. Hadi nga të me. Përshëndetje, si, a i mira, unë është. Qysh je? A mund është me nga të regu emrin? Ullë. Okej, njënin mikrofon për atë që shtu. Nga zemrëzje kjo, komuna Vitis, Mukil. Banoj, jetoj në Viti, po... A i ki dishka familjarë? Kom veç kujshi, kom ofër atë. Jemi një 150 metra largë. I njohë më të jënë që 40 vjetë jem kujshi, po më të thonë drejtë se ja kom ditë gjendin bashkë që kanë mrena. Jashtë si kom posa të këdo, po... I jeni ju ata që keni shkru të na për këtë Po, familje? për e parë kemi fillu, po me besmirën kemi që do pastaj. E kur hi rasisht, kom shku të këta me regullu një derë, më ka thirë këtë jari se po dalin të minja për jashtë, i ka të minë e vogë. E kur shkova të e parë gjendin që është shumë e ronë. Parë sena atë që edhe kamera si ka kopa të në. Na kanë të regu të. Edhe unë i ta shumë keqë. Qysh për më njërë sëdë që e mura Unë shumë i gëzu, unë u bepasova edhe me gjistin tonë, u që fanë bërët shumë. Ata i ta shpërbleft, gjithë donatorëve që kanë mundësi me dhonë. Amin bashkë me juve. Një hisët se vape vikitis se ti e bo sebet, e këta po bohën në shtëpi të rejtë. Inshallah, krejt. Okej, falemderi shumë që pranove me konë këtë me në Zotit Rritë, Zotit shpërbleft. Mirë, rritë që të na po e mbilin dhe që emisionin. Mes tyne emocioneve, kjo është emisioni i kësaj nate, po i ndjekim dhonat e shoqatës në përvendet ndryshme, gjithë ju që keni dëshirë më vargu me donacionet e juja. Me ndimu shumë familje për mes shoqatës tonë këto i jenë. Dhonat e shoqatës gjithë bashkëdhetarët tanë që jetojnë dhe punojnë në Zvicër dhe dëshirojnë me ndihmu për mes jetimave Ballkanit familjet nevojtare, këto janë të dhonat e shoqatës atje dhe Gjiro Llogaria. Nga Zvicra, për shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Gjermani, kjo është shoqata jonë atje me adresa dhe me Gjiro Llogarit e tjehit. E nga Gjermania, për bashkëdhetarët tanë që jetojnë dhe punojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këto janë dhonat e degës tonë atje. Këtu në Kosovë, Gjiro Llogaria shoqatës tonë në bankën ekonomike, në Pro Credit Bank, edhe në bankën kombëtare tregtare. Edhe në Maqedoninë e Veriut, për shqiptarët atje, këto janë të dhonat e shoqatës tonë në Maqedoni. Shoqata jonë ka dhe adresën e GoFundMe dhe adresën e PayPal për ata që ju vjen më letë. Dhe i kemi 2 numra, ju që posedoni vetëm numrin Vala, dhe dëshironi me ndihmu jetimat e Ballkanit, mund të dërgoni një SMS në numrat 55333 dhe 55444 dhe ju ndihmoni shoqatën me 1 euro. Zoti kur mos ju. Ky është emisioni i kësaj nate, shihemi të premten e ardhshme, Zoti kur mos i humb, Zoti është për blerë.